Vëllai i Benitës reagon pas skandalit me Elionën. I kërkoi falje familjes, por edhe Eliona e ka provokuar. Debati ndezur në Big Brother VIP Kosova, ku Benita i tha Elionës, se ka mamin këtu, s'ka argumente, mori për masa të mëdha pasi Eliona kishte humbur nënën dhe motrën e saj në një aksident tragjik. Pas vërshimit të komenteve dhe indinjatës publike, ka reaguar vëllai i Benitës përmes një video call në një emision televiziv, duke dhënë një shpjegim mbi ngjarjen e rëndë. Vëllai theksoi menjëherë se motra e tij nuk ishte në dijeni për historinë e Elionës dhe humbjen e familjarëve. Ai vetë u shpreh se e kishte parë intervistën e Elionës vetëm pas incidenti. Unë personalisht jam i prekur shumë dhe i kërkoj falje familjes e Elionës. Nëse është prekur aq shumë, tha ai, duke theksuar ndjeshmërinë e familjes së tij. Megjithatë, ai shtoi se edhe Benita ka qenë në presion, duke fajsuar Elionën për provokim. Edhe Eliona i ka bërë disa veprime ndaj Benitës, i ka thënë një femër e fëlliqur, e ka prekur në moral. Eliona e kishte njohur Benitën shumë më herët, ka hyrë e ka ngacmuar, e ka injoruar. Ai argumentoi se nuk është e lehtë për Benitën t'i përtyp këto fyerje, duke nënkuptuar se veprimi i saj ishte reagim ndaj provokimeve të vazhdueshme. Siç pritej, komentet negative ndaj Benitës vazhdojnë të mbizotërojnë në rrjetet sociale, ndërsa publiku pret masa nga produksioni i Big Brother VIP Kosovës.